Po vjen Skënderbeu i madh, Takaj zbulon detajet. Në Korçë ka nisur të ëndrrojnë. Rikthimi i Skënderbeut në superiore përkon edhe me heqjen e dënimit nga UEFA. Presidenti i Skënderbeut, Ardian Takaj, në Topcast, zbuloi edhe projektin që do të jetë për ndërtimin e skuadrës në elit. Sipas tij, do të krijohet një ekip cilësor, ndërsa nuk përmendi objektiva të mëdha. Duam të krijojmë një ekip cilësor, por nuk mund të dalim me parashikime në cilin vend do jemi. Ne e dim pak a shumë ku do jemi. Do të jetë një projekt serioz. Merkato është e rëndësishme për rezultate. Nëse gabon në merkato, nuk ke çfarë i kërkon trajnerit. Jemi duke punuar hap pas hapi për të pasur një ekip të mirë. Do jetë ndërthurje e eksperiencës dhe të rinjve të talentuar, deklaroi Takaj. Ndër të tjera, ai shtoi se ndihet i lumtur me ambientin në Korçë dhe kjo është një nga arsyet që ka mbajtur klubin. Si mendoni, a mund të rikthehet Skënderbeu i dikurshëm?